Të dhënat zyrtare të Instat tregojnë se janari 2026 ka nisur me një kërkesë të brendshme të zbehtë, të ndikuar nga sezonaliteti dhe mungesa e flukseve turistike. Sasia totale e importeve arriti në rreth 455.000 ton, vetëm 0.2% më shumë se në janarin e vitit 2025. Megjithatë, duke përjashtuar naftën, importet shënuan rënje vjetore prej 4%, shka tregon dobësi më të theksuar në pjesën tjetër të mallrave. Rënja u përqendrua sidomos te mallrat e lidhura me investimet dhe konsumin jo thelbësor. Importet e produkteve të drurit dhe letrës ran me 15.4%, materialet e ndërtimit dhe metalet me 4.7%, ndërsa makineritë, pajisjet dhe pjesët e këmbimit po ashtu me 4.7%, duke reflektuar një aktivitet më të ulët investimesh dhe prodhimi krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Dobësimi i konsumit u reflektua edhe te mallrat e veshmbathjes dhe artikujt prej lëkure, që shënuan rënje përkatësisht me 2.2% dhe 3.7%. Ndërkohë, importet e ushqimeve mbeten pothuajse në të njëjtin nivel, duke treguar një qëndrueshmëri të kërkesës për mallrat bazë të konsumit. E vetmja kategori me rritje të fortë ishte ajo e mineraleve, lëndëve djegëse dhe energjisë, me 8.4% më shumë se një vit më parë. Rimëkëmbja e kërkesës zakonisht pritet me afrimin e sezonit turistik, kur konsumi dhe importet priren të rriten ndjeshëm.